Me 20 maj, shkolla finlandeze në Kosovë organizoi panairin e shkencës dhe inovacionit. Aty nxënësit e kësaj shkolle patën mundësinë të prezantojnë projektet e tyre, të cilat i kanë ndërtuar me përkushtim gjatë gjithë vitit shkollor. Tema e panairit të si vjetshëm ishte evolucioni në kohë. Panairi i shkencës dhe inovacionit është një event që organizon shkolla finlandeze që 8 vite me radhë. Është eventi kryesor që ne organizojmë në shkollë, i cili fokusohet në promovimin e krejt asaj që kanë nxënësat mësojnë gjatë tërë vitit. Është një panair ku ata shfaqin projekte të ndryshme në lami të ndryshme, si matematik, art, shkencë, muzikë, teknologji e shumë fusha të tjera.